Ne kemi fillu me punu me kompani pe vitit 1995. Spari kemi fillu me objekte banimi, ku kemi kryer edhe projektimin dhe ndërtimin. Ndërsa vitin 99-2000 kemi startu me punu me shoqata të ndryshme, objekte të ndryshme, të e fillu prej infrastrukturës, tull deri infrastruktura e lartë. Inspirimin për me studio ndërtimtarin e morra prej vllaut tim me Faidit. Në momentin kur vetëm e kum regjistru fakultetin në ndërtimtari, atëherë kum ditë që janë vetëm pjesë e Roingut. Ndërtimi i një kompanie kërkon shumë sakrificë. Ka pas shumë sfida, ka pas probleme me anën financiare, se çdo fillim i biznesit starton shumë e vështirë sa i përket financave. Masandej ka qenë edhe për shkak të situatës që ka qenë përpara, ka qenë dhe mënyra shumë e vështirë dhe e lëvizjes nëpër prej një qytetin tjetër, ose të furnizimet të materialeve ka qenë shumë problematike, ka pas shumë sfida, po megjithatë kemi arrit një të i kalu të gjitha.